Po i qëre, me ta thonë drejtën tash, për gjinin femërgore, o konë atëherë pak ma keq. E tash o ma mirë. Në atë kohë, familjarisht dhe sërt i shkijet i bëjshin qështu. Ka lejke 3-4 vjetë me ta, për në kje bëjke edhe një thmi me ta, të në edhe vëlla po bajdarsat. Na si thmi atëherë jetën e kemi bon, qysh kemi mujt në vetë. Qysh kemi mujt mu gjetë në vetë. Se jeta atëherë o konë shumë e shtirë, o konë për me jetu, si thmija si i madhe, o konë jetë e vështirë, si të mos na shqiptartë, që imi konë kallablik familje, prendi kemi post pa punë, jemi marrë me bujqësi mas shumëti, me blektëri, e na si thmi, kemi lujt disa lujna. Qysh e ka le shikuën, çfarë lujna Na keni? kohët mas shumëti e kemi kalu me baktit. Mëngjaz, si kemi fillu me shku pe klasës parë, si 7 vjeqar, kemi fillu me shku në klasë parë, kur kemi arë prej shkollës, nona na ka prit të dera, ne ka marrë strojcën, do buk në dorë edhe lopt me lëshu. Edhe mi shku me lop në fush, tani atje kemi gjetë moshatarë tonë, kemi lujt me ta, kemi rujt lopt, kush ka pas dele, dikush ka pas lop shumë, dikush dele, atëherë edhe bullica ka pas shumë. Edhe u konë një knaqësi, u konë një lumëtëri mes neve, që mi konë të ri kemi pas një harmoni mes veti shumë, se kemi lujt lujna edhe në fush atje, kemi lujt do lujna me shtauga, me besa edhe tupin i kemi maru pi qerapa. Kemi pështel qerapat, edhe kemi maru tupin edhe kemi lujt me top, po jemi knaq, e kemi poshtu një knaqësi, mirë po kemi lujt ka bova kjo dath kemi lujt, se s'kemi pas ka i pari jemenia, me të kalzushta jemenia të se dish ka një jemenijat. Ato si aponga në kanë veç plastikit, me jemenia kemi lujt top, jemi knaq, jemi këthy në shpe. Atë mungon që ju ku që ashtu për shumë që shëve? Vala, me ta thonë drejten që tash në mungon shumë, se që tash ka hup, aja dashni ma aja lumëtëri ka hup. Tash që unë pisho tash të trit, pisho që asë nuk kanë lumëtëri në mes veti, shkon atje e kop një shemull një telefon që atë, pizotu 2 orë në telefon që atë, asë nuk di shka të kalzan të një aji. E na si thminja të here, edhe kemi punu fizikisht, po edhe imi konë matë lumëtën. Edhe prindi kemi respektu ma shumë. Se edhe u konë aja respekti prindve, edhe u konë dashnia prind thmi. Por sot njëjtë që ashtu për shumë respektu? Sot dashnia prind thmi është, po thmi prind nuk është. Se dashnia e prindit, aja nuk je këtë kur. Mirë po, thmija nuk e ka dashnia ndaj prindit të ne. Se rinia sotit ma shumë janë të dashuru në që të farë digitalizimet. Gjithmonë në teknologji janë të dashuru edhe të besu që atë në teknologji, sa në prind, për shembull, se një prind sot, si cili prind e mëson fëmijën e vet. Edhe edukatat edukimit që shdohet me eduku. Mirë po ai e ka, ma shumë e ka digitalizimin. Edhe unë sot isha shumë disa, nuk po tham shumica, veç disa prej tyne edhe devijojnë. Disa rini sot isha shumë, sun punoj që të në shkollë të mesme, isha shumë vallaj disa, unë nuk po tham 1% e madhe, po 1% e vogël edhe po devijojnë. Të një vaj para të prind. Se shamon me rrit një thmi, e nesër me të devijoj thmi, mas 20 vjetë, është shumë një katastrofë madhe është. Se po investon në ta shamon 18 vjetë, 19 vjetë, tani mas 19 vjetë aj me të devijoj thmi, është një katastrofë për prindit shumë. Sa i thmija nështë i kujtoj që jo që e rrugë e mirë, po për prindin është shumë një keqe. A kujtoj ta kishi kushte për shkollim? Valla, ju nuk kemi pas kushte, po me gjitha... Përgjësi u konë gjashtë? Përgjësi nuk u konë vishtone, po përgjësi u konë. Me tregu drejtën,
Unë kur jam shku shkollë fillore, nona jam ma ka marru një strojc prej një këmishës. Po, mishti libra. E ka kep atë strojcën, këmishën e ka kep, e ka bo strojc, një veg ja ka marru, e kum qitë në krah librat, i kum shti që atë edhe jam shku shkollë. Jo veçone, po edhe mëshatar të mesha, i kum pas të këshit e me, që ashtu janë konë krejt. Tani më vonë, dikura ka, kur dollëm klas 7, dollëm dhe farë qanta të lastikit, me zingjirë për mi, që ato, kur më ka ble baba jam që ato, une qëfar gzimi kum pas, se bleva një qantë. E sot për shembull, djali jam ka shku në shkollë, i ka pas 3 qanta, se jo një. I ka pas 4-5 pol puma, puc, 4-5 pol pantolla, unë atëherë me një par pantolla ku shku në shkollë. Jo veçone, po edhe këshia me që ashtu imi konë krejt. Bile të regoj ke një këshi që atje, e kum pas gjeneratës, ajte ke në kësham të ke pishtin nërshën gjerë të ke pantollat, e për të nesit më dukë së kur që janë peglata këshe. Atëherë s'ka pas as pegëll. E shtike nërë që të biqat së ngjera e flanjke, se sa atëherë ka ullë s'ka pas. Së ngjera edhe në tukë, në kashtë. Gjysa e sopës o konë në shtrune, ka bëva ki gjysa nuk u konë heshtë në tukë. Dikush bënu aki edhe i ka pas në qatë dhomë, i ka pas edhe gjanë. I ka shti gjanë në qatë dhomë, gjysa nëna e ka pas ljopt, kënena ka fjetë me thmi. E une në shpitem se kom rrinë atë kohë. Se na kemi qenë shpije gjallë, atëherë kemi pas 200 zobadani, ka pas shpija jonë. Uda jonë su më qelë korë. Bab gjyshem s'ka dalë pi udës koraj. A e mon men që periudën e udës? Po, e moj men mirë, e moj men se kam qenë i vogël atëherë, dikon 5 vjeçari kom pas. Bab gjyshem pi udës nuk ka dalë korë, veç në udë ka nejtaj. Baba eme ka punu tukën, ka 6 javë livrejke me kije. Si shtash mo kije s'ka, edhe mos s'ka si plojq mos taj, po unë e kam, plugin e kam të erujt, edhe vlasat i kam një të erujt, bile edhe shgjelën e kam që i kanë gjitë, baba jem ljup të atër, e kam që shgjelën që aty bile në barë është vijën, e baba jem ka livru, ka 6 javë livrejke, për me mjellë misrin, kur ishke koha grunit, kur ishke koha misit me mjellë, babgjyshem s'ka dalë pi udës. Ati si ka interesua me të narat pa livrua pa mjellë, a i prit ke musafert, se uda jonë gjithmonë në konë qilë, 24 orë. A të kujtuat në për uda që ka u falë ke kur në gjatë shqipë? Po, a uda në atë kohë, uda u konë shkollë. Sa atë në udë kanë mëri pleq pi kasmosin. Kanë ardhë loj njëri ka ardhë në udë atë musafert. Ka ardhë njoftë e pa njoftë. E ka zonë nota, e ka po o dënë qelë, ka hinë në udër të edhe, ka bon notë, ka fjetët nësit u që ka hecë. Tani ato është full, loj fjale. Ka loj njëri i meqëm, e jo i meqëm. Tani disa fjale i mashin pjatit meqmit, disa pjati jo i meqëm, edhe i krasajshin, se në të kohë da tjerë konë shkolla. Se shkollë, në të kohë shkollë s'ka pas në të kohë. Dhe më thonë, para gjeneratës të eme. Se tani gjenerata jem ka pa u konë shkolla, na jemi shku në shkollë. Po dhe më thonë, baba jeme, kur ka shku shkolla, a i ka shku sërbesht ka mësu. A i shqip s'ka pas. I ka pas vetëm 4 vjetë, u konë një shkolla mos sërbesht ka mësu. Bilena të koj ka thonë qirilice. Nëse dhja i dini jo ato shka janë qirilice dhe latinice e në gerbat, sërbesht e në gerbat, e këta prindi jem ka mësu, 4 vjetë i ka mësu, qirilice ka mësu, a i bile dhere se ka vdej ka i shkruj, kur edhe ku shkruj ke që është të qirilice. Tani kur e lezoj ke neve na i përkthejke, tani që shka dhe me thonë kja, shka dhe me thonë aja. Thojnë që edhe në përroda për shumë dhe mbole pajtime. Në përroda gjithat jenë bo, por është boni nga tres në katon. Atëherë jenë mledh plest e fshatit, edhe kanë bo kuvend në ud, edhe qaj kuvend e ka miratu qatë nga tres, e ka në req. Si do qoftë, qësh ka qenë nga tresa vogële, ka qenë nga tresa madhe, bile, nëse ka qenë edhe me viktima, nëse ka ardhejt e vrasja, ata burat e katunit, të udës e kanë miratuat. Si dhe shikin, si po dhe qëta serialet që ta ja kanë lidhë kryet. Ta është bile që të serialet që po luin, janë bashkë qasaj kohë. Pikallzojnë tamam që shënë konë ato, tamam pikallzojnë. A jenë po ma të mirë është ato kohë për shtu sene në shtu se sot? Po i qëre, me ta thonë drejtën tash, për gjinin femërgore, o konë atëherë pak ma keqë. E tash o ma mirë.
për gratë. Se atëhere, burri si ka interesu, gruaja shka autobanqe të shtëpia. Burri ka interesu veç me aqu millin të mongja, me mush mongjën me mill, edhe amonët gruaja me pregatit dorë, las monët ati si ka interesu. Kur ka orë minute e ka prit dorën hazër. A ka mujt gruaja me i këshyrë thmijën, ka pas për shembull një grua 7-8 fëmijë ka pas. Aja edhe i ka këshyrë thmijën, edhe plus e ka pregatit dorën për nëd, me fëqu burra. Se burrat e kanë prit dorën me minuta. E sot është ma mirë, sot edhe për gra ma mirë është, edhe për burra tash është pak ma mirë, se për ju vjen ma mirë. Tash mos s'ka kalla blek sigur këtë njerë që ka nejtë, ka 20-30 vjetë bashkallak, s'taj mos s'ka mo. S'taj së një gjanë 3 vetë me një shpi. 3 vetë, 4 bashkën me një shpi së një gjanë. Si të bon 5, një unë i minerë dahat, se i dukët kalla blek. Nashta dallojnë kotat e martesat i mundë. Po, qysh dallojnë, bile sot dallojnë me ato të këtë njerit shumë dallojnë, se jo pak po shumë. Se atëhere ti s'ke guzu me po qikën. Nëse qatë qik e ke feju ti në atë ku s'ke guzu asë në katon, qatë katon e qikës me shku. Se, ose tani të kanë denu, ose bënë vakjes të ka dhonë heqë. Nëse të ka po dikosh. Po, ka pas rast që e ka denu, pse ke arti në katon, qikës. Qysh u denesh? Me lira, me pare, atëherë në konë lirat. Me lira, për shamë dhe denajke, pse e ke lënë djallin, që ka arë në katon të ama tjenë, në ma po qikën. Se ke po nungë së të tëri sa të ka arë në shpe. Atëherë dashme t'jenë konë, por si familje atëherë në konë dashme të shumë të mira, se dashme o bo në shpe, 3 ditë o bo dashme. Si unë njësë tajnë të në aksham, gjëmonë, qëtonën edhe dilën. Tonën të një o konë dita grave. Dita burra mos o konë tonën. Tonën o konë dita grave. Tonën e bëshin gratë të një bledhimin edhe atë festën, po në barë. Jo në hotel me shku, po në barë që asë i shpijës ku ka orë nusja. E aty të një u knaqin edhe bijat, edhe thmija, edhe gratë, edhe gjithë familja u knaqke aty në barë me qatë gazmen që e bëshin. Sot po bojmë dashën, po shkojmë në restorant, po shkojmë viqën e gruja, thmija po jesin të shpija. E tani qfar knatësi e ki ti, për shambull kur thmijën e to i letë shpe, e ti shkon vetë atje në restorant, qfar knatësi e ki. Edhe ato nëse shkon atje në restorant, shkon ullësh ato edhe rretë shtu si, qatë argat me abon që ti... Nuk është aja knatësi, jo, nuk është aja knatësi e këtë në jerit nuk është. Ani pse tash ma mirë, se tash nuk o të i e ka si zoti shpijës, asë kërkosh nuk o të i e kësa në atë kohë, kër bëshin dashme dhe për shpija, jek edhe i zoti shpijës edhe gratë jekshin shumë. Se krejt ushqimin e përgatisin gratë. Bile, me të kalzoni, shtu një ngjarje, nëse unë e martesha djallin, ku të shke mi pregadit 3 gratë më halës, mi gjithë, për me gatu. Ato viq me gatu, 3 gratë, viq me gatu, me të halu, për shamull, pite, me bo, qërba me bon, për darsën. Të ne, tjerat, ku të shke hizmeqaret, mi gjithë, me bo hizmet, mi gjithë të gra pak batreja, për me bo hizmet, a mu ishi me gjithë, as mu ishi me gjithë. Nëse mu ishi me gjithë, ke shku t'i kënej ka ja ke bo një argatë, dhe aja ke ta vaj ke një argatë të ne. Po nëse s'ke shku, atëherë ishke pak ma problem. Me gjithat, dhe ishke mjak ka përcuj. Të rridash me o konë, veç o konë të burat, veç të gratë. Atëherë nuk o konë dash me bashkë së kur qëtajnë përshkëm në restorant, bura gratë. Atëherë një burë, musafer nëse ka ardhë, në qatë konak, a i s'ka guzu të gratë me hi. Po ka shku atje të burat nëtë, ku konë oda bura, ose një këshie ka lëshu shpijen, veç për bura. A nëse ti për shembull ke pas dashur shtëpia ju të konë veç gra. A këshia ka lëshu shtëpinë për burra tani. Atje burrat janë konë veç, gratë veç. Po ka një farë rregulla që aty burr as i huaj as i katunit s'ka guxu me hitë gratë. Se nëse ka hinë ka prit plumi. Atje s'ka pas llave më pak, veç plumi. E për shkak tani u konë jenë konë dame, edhe gratë, edhe burrat, është bë darsmja, një natë
dy net, dilën nga shku e kanë morë nusën, të nërë nga shku me kualë, Po. me kjarë me kualë, deri sa dollën kualë se kanë pasë edhe me kije që kanë shku e kanë morë nusën. Mirë po si dollën kualë, tani kanë shku me kualë, e kanë pregadit atë kjerin, sigur në dita e poshtë një serial këto që e pregadit atë kjerin, e kanë mlu me qilyma, Po. që mos mi po gratë në kjerë atë, e kanë mlu me qilyma, edhe kanë hi gratë e kjerit, po kanë shku për shembull veç 4 gra, 5 gra më shumë ju. Ju sikur sa që po shkojnë më shumë gra se burra. Po. E atëherë kanë shku vetëm 3 gra, 4 gra e 5 ta u kon tepër. Veç ato kanë shku qetë këtë burra në vonë. Kanë shku e kanë marrë nusën njën këthy te shtëpia tani normal, në shtëpitë nusës është bon darsmja, mirë po është bon me gra burra s'ka pas atë. Burrat kanë shku që të shtëpi. Veç me gra. Veç me gra. Po nduket ka pas edhe më pak ndomja se Atëherë ma pak ka pas edhe shumë ka pas më pak. Bile rrallë ka pas ndomja atëherë, sa që ka sot ka shumë, me shumicë ka. Se atëherë, kur ja ka dhonë, i ka tregu, edhe u konë kanuni i lekës, që atëherë nëse ta ka dhonë me mëset, nëse ti alëshën qatë qikë, kimi ja pagu një darsën babës qikës. E ki bashkë me ja pagu një darsën bëni. Qase familje, aja darsën ka kushtu, dikun së kur sot 12 mijara që përkushtan një darsën në restorant. Atëherë ka kushtu për shembull në atë kohë që shërkonë të me lira. Ose, nëse e ke gjithë shembull në punë të keqe, atëherë e ke lëshu, ke pos dëshmi që e ke zonë nusën për shembull punë të këqija, atëherë ke pas drejt me lëshu. Atëherë si e dënu heq. Po nëse e ke lëshu veç, po më kaunët valla, sukur sot, valla s'po pa qelë telefonin, pse s'pa ke qelë telefonin edhe da, pësaj na. Veç pse s'pa ke qelë telefonin. Atëherë të ka prit dënimi, bile banu akit ka prit edhe plumi. Shumë micën e rasteve, nëse e ke lëshu që s'ke pas arsye, atëherë të ka prit edhe plumi. Se ja ke pas ta bën një gjak bërç, që e ke lëshu se ja ke qit një ftyrë të zezë asaj femne, asaj familje. Ti ja ke qit tash një ftyrë të zezë. Komplet familjes, jo veç asaj qikës, po edhe familjes babës, familjes qikës ja ke qit një ftyrë të zezë. E për shëta atëherë nuk jenë bon fort ndombjet, atëherë rallë ka pas ndombje. Bile rallë edhe heq, shumicën heq, po rallë ka pas ndombje. E sot ka ndombje shumë. Sot banaki fejuët, mëra 2 javdite, si thash, nështë edhe senina e telefonin heq, ti e thëra në telefon, aja banaki senin telefonin, s'ta qelë, ti ta është, bisela, pse s'pa qelë telefonin. A banaki e s'ka faj heq e nga rata, se ka një telefonin, si ka bon, po ty e qëka në e menja, pse s'ka s'ma qelë telefonin, edhe ndash pësaj na. A është mirë, s'është mirë heq, se ti e feju, sot po fejosh vetë, sot po del peshe, pe këshyr, po kalan një 2-3 muj dit me ta, s'pika zan as babës as nonës, tinza po kalan me ta, mos i po të pilqen të një valla, baba unë jem të pilqy që qik, hajtë ta fejuj. E fejan, mës 2 jave apet ndash pësene. Pa është mirë e të një. Nuk e di, unë spajtuane me qëtë sane. Unë i kam 4 vojza, 3 i ku martu, po në të 3 i ku martu me mëset. Edhe pse vojzat e mija kanë gjithë vetë, se në shkollë të 3 janë gonë, bile 2 i kam me fakultet, e një unë asun e ka kry fakultetin, i kanë gjithë vetë, djemët, po më kanë lemru babi, i kemi gjithë kanë i djallë, ku më pytu në për ta, edhe ja ku më qumë mësitin, ka ardhë, ka shku, ja ka bë parhaj, kanë ardhë në darsëm i ku martu të 3 sot janë si më mirë janë të 3 Të 2 kanë fëmijë, ke 3 që një vjetë që është martu, hala s'ka fëmijë. Unë spajtona me ditë sëdit. Si një vëlla jemi tash një shike tina e ka gjithë një djallë, e po dhëtë valla familjarisht me bojnë, shka është e familjarisht. Në atë kohë familjarisht dhe sërt i shkijet i bëjshin qështo. Ka lejke 3-4 vjetë me ta, për më kje bëjke edhe një thmi me ta, të në jetë valla po bëj darsën. E shakive bëj darsën për të bëj shtëpjen me ta ma. Qfar darsën është e janë? Unë me qëto spajte una heq.
Mirë po gjithmonë po m'akuzojnë, tani po thonë ti je hala me atë kohën e moshme. Ju bre, s'jam në atë kohë. Edhe unë jam me qëtë kohë. Se ata gjithmonë thojnë hec me kohën. Edhe unë jam të hec me qëtë kohë, se edhe unë jam konë Perëndim. Kum punu 12 vjetë kum punu në Perëndim. Po unë s'kum ujtë edhe në Perëndim, be qështu, sikur të na tash, sidomos pi 2003 se të kënena, qësh janë çliru femnat e tona, që s'po thamë tujat, po hi edhe shamall, edhe unë e kam qika. Qësh janë çliru qikat e tona, valla tepër është. Qështu as Perëndim s'është. As Amerikanë qështu nuk e kanë, që i kemë meq më të mirë, po as në Zvicër qështu femna së në gjonë, sukur tona që janë çliru qatë shumë. A ka njëre, po këthejna, po thamë, nështë jenë konë fort strengume, që taj si jenë çliru pak tani, ku ju do që kemi bo nasë bo kërkush. Ju bre, se demokracia janë shumë e mirë, po demokracia du të me respektu. Demokracia nuk kanë tash, unë e kam që të bardake dhe po du me thy. Pse pe thë? Ti moja se të vynë qaj me pi qaj. Demokracia shumë e mirë, si për mashki, si për femna, sot ku ka ma mirë sot delja shef femnën, pise dënë me ta, kalon 2-3 muj, edhe fejon, knaqët edhe prindët, edhe shemull 2 prindet o knaqën, po edhe prindë e vajzës knaqën që ju e një të lumëtën, ku ka ma mirë se një djallë se një vajzë më ka një lumëtën, a i prindë është 200% më i lumëtën se djalli shemull ose vajza. Kur e sheh fëmijën e vet që është i lumtur. Mirë, po tani kur t'ja kup, si thësh i pleshtën e kur t'ja kup se kanë damar na e kem s'do kanë dyllin boll, kur plas ai tani më nuk sheh njëri. E nuk është mirë se demokracia është shumë e mirë. Unë e pajtoj demokracinë. Po megjithatë duhet pak si vajza, si djali, pak monol se na jemi shqiptar, fundi na jemi shqiptar. Nësimi as Amerikanë, as Zviceranë, ata Zviceranë dhe një femën e Zviceranit, s'munësh me po ti të zhvesh ose kur bishes të tuna këstaj. S'munësh atje në Zvicër, unë jem konë vetë në Zvicër. Unë s'kum po femna të zhveshur, sukur tuna që bisha në Vitinjen, Ferizajen, Gjilane, tepër është. Për fund, çka kisha po? Unë i kisha preferu mas shumë ti prind, se me që thatë, unë e apet e kam një bindje që prendi kanë fojët. Se thmija bërma ki, disa thmi nuk din, disa din. Mirë, po unë e kisha preferu prend, të kanë kujdes pak, gjdo prindit ka kujdes, si për djalin, si për vajzën. Kur shkon në shkollë, quë vajzën, quë në shkollë edhe djalin, po gjithmonë rej pas, kontrollue, ku po rej, me ka po rej dhe ku po shkon. Se nuk është keq prindi me kontrollu si vajzën si djalin. Bile ma shumë është me kontrollu djalin se vajzën. Se rreziki më i madh i vajzës është prej klasës 9 deri gjyqëtorin e 11 ta kryen. Si ta kryen gjyqëtorin e klasës 11, aja tani vedisohet edhe i diket ata sane. Rreziki më i madh është në çat ku. E çdo prind i kisha preferuar që të kenë kujdes te vajzat, te djem, se çaja mosh është shumë e rrezikshme. Unë punoj në shkollë që 14 vjetë punoj në shkollë. Unë jem të i poqë atë, valaj, nuk po pajtonë me si sana. Nuk po pajtonë, mirë po, s'po kom fuqi më shumë. Se me pos fuqi, disa sana i kisha nëllë. Se shumë janë, po thëjmë, anë nga shqyqyr që ta shqyqyr që ka orë demokracia, edhe shqyqyr ta që kemi bo shtetin tonë, edhe kemi bo polistë tonë, mirë, po demokracia, gjitha demokracia ka një kufizim. Unë e ka i herë po baja gara, po thamë, agropolisi u konë me 12 vagona këtë nërë treni, edhe ka pas një stacionve, unë alë, kënë fushë Kosova në Ferizaj. Edhe njeri, du të me pos një kontrol. Ju bash me bo shka duone. Son shtaja shka, se demokracia nuk e lejan ata shka du shte. Demokracia është e mirë, për krejt. Mirë po, bash shka do ti me bo, aja nuk është e mirë. Përshtë i kisha apelu, prind kanë kontrol sa ma shumë për thmi. Ne ta kontrolon thminjën, me ka po re, ku po shkon, pse po vanohet për shkollës. Ju vish për shkollës, po dhe nëse në punë shkon, si vajza, si djali, një ditë mund me të rajt, valla kështë e halla, kështë e teze, po dy të ndita një ku kje.
Se nuk është keq me vetë fëmijën tanë. Vetë fëmijën tanë, ku kje, pse vanove, unë nuk po thonë me mshel në ndry. Po, rri pak mrapa, një kontrol, po nëse tani vjen të rritë fejesa, bartesa, anë shkaj edhe aty shkaj mrapa. Që ta dishë dhe ti kuna për jep, edhe kush për merë. Se ju me marë sot e nesër me lëshutëri. E që të po banë, si s'po ka në kontrol pak prind, të një së po banë. Me fejan, po që fejot mos dhe jove, mos një muj, mos më të muti, besa edhe me thmi, pilon edhe thmijen, se sot shamëll një prind me lon një thmi, në atë kohë nuk ka ndodhë. E sot po ndodhin shumë, sot ki thmi jetima shumë. Shka të me thonë, një thmi kër vjen jetë, zotë, të nërë të që plesht guri e druni. Po nëse një prind e len një thmi, si pas regula muslimone, thoi që qatë ditë dhe dili nolët, por nona e le thmijen, pa non edhe dili nolët, nuk ka ma keq. E përshta i kësha apelu, si dhe mos të rritë, kenë kujdes, besa edhe pak tolerancë me pas, edhe djalin ndaj nusës, po edhe nusja ndaj djalit. Se edhe nusja si qka në qpiju, më bo mret. Po edhe djali pse ka moni nusë, më zbo mret, se edhe aj s'është mret. Po me pas një tolerancë, një afërsin mes vete, me gjetë një mesatare, ka njerë normale, ka njerë ka dhe po të jerë ka pak, mes nusës edhe djalit. Po, me pas ato shamëll, ato tolerance, ka pak, se e vlazni jemi edhe ka njerë po përlobi ka pak. Nuk vim me një ujdi, aje ka një ide tjetër, te ki një tjetër. Po edhe me gruën për shamëll, edhe gruja nështë e ka një ide të mirë, po ty duket e keqe, po nalo pak, se je burë, mës tuj vala unë jam burë, vi që është thamone, ja, po edhe unë s'jam me ata. Mirë, po me pas një tolerim, edhe mës me ardhë deri të që kja ndomja, se mu që kja ndomja të mbrej shumë. Bile si do mos ditë sotit, kemi shumë femna që janë nda me thmije, pa thmije, hajde aja pa thmija, pet një rrugdalje e ka, më që të me thmije, pala mu po mbrejnë shumë. Kisha apelu, të kenë kujdes, si moshli, si femna, me gjithë një afërsi, mos me ardhë me lënë thmije një jetem, se thmija jetem, haj mu rritët, po ka mundësi që e thmi që tani edhe shkon në rrugë të këqija. Saj nëse s'ka prind, nëse s'ka non ose bab, a nëse s'ka non, aj bab nëse ka më martu me një tjetër. Tani atë tjetër naj nuk e ka non, aj nështë e respekton si non, po se ka non. Aj non në vetë ka njerë disa janë që nonat e vetë asë për respektojnë, e kur më me respektu shamëll njerëgën. Na këne ne i thujmë njerëgë, ju se di janë i që që thuni. E për që të kësha apelu mas shumë të trit, ani nuk jam kundra, në të gjonë vetë, vojza, djallin të gjonë vetë, mirë, po kur të gjonë, në të nollet pak, me menu mirë shka ka gjithë. Edhe nëse e ka gjithë, në të fejen qaton shka ka gjithë. E jo sot ka gjithë ty nesër atë tjetërin, e mas nesër atë tjetërin. Si moshti, si femna, njajtë është. E që të kësha apelu mas shumë të kenë kujdes, edhe trit, po edhe prind. Edhe prind të kenë kujdes. Tek thmija, mas shumë me pas kujdes me thmi, me ju nejtë pak afer. Se në atë ko, na kemi ditë pak tut për prindve. E sot thmija nuk ka tut. Pse? Edhe prindi e ka një thmi për asret, nuk e ngucë, ja plësën gjitha kushtet, mirë pa i nesër për nga ki e kish përdojë që të kushtet. E na atëherë imi konë në shpitem, ne imi konë 10 antarë. 8 thmi imi konë, nona, baba, 10. Na s'kemi gëdzu, pa na thonë baba diçka ban, na s'kemi gëdzu me bakor. Edhe nëse ke pos të një punë dikon me shku, nëse ka thonë baba ju, ti sot ki me shku nara, po kryja e punë. Ti pa dhe i thu baba, ne kam një punë atja, ja. Ka thonë baba dhe o kry mo. E kemi pas një respekt, ndaj babës, ndaj nanës. Edhe nuk u bon aja sot, sot ti djallit tanë, për shumë dhe i thu, birahe, e kem një punë me shku në Gilan, po shkem në Gilan e thot, jo, se unë e kam me shku në Ferizaj. Unë e kam punë në Ferizaj, a i bile hitë janin pse të ka prind, a i respekti ka hup. Ketë janë hup ato, shamëll, nuk është e lumëtërije këtu në herit që ka qenë
edhe pse kemi pas në frikë pi prindve, apet kemi pas lumturi ndaj prindve. Se kur na blej ke baba diçka, e di çfarë gëzimi. E sot ti s'guzon mi blej djolit kur dush me dhon porët ai vetëm shku mi blej. Se s'ti pëlqen duat. Ja blen dini por puma për 200 euro, ai thot ja, s'pojnë të këqia, unë du me shku mi blej një por vetë. E atëherë mu kur mi ka pas blej, baba jam një por patika i më për në vitë por shkollë të mesme, se në vitë por unë kom shku me qizme. Edhe tani, te dera shkollës i lojsha qizmet, i masja ime njët për me i mrana në shkollë. Me ndru, se s'kemi pas. Ju fillon në paket, jemi konë që është. Edhe kur mi blejt e një por patika që si të kinës, që pi thëjmë në qëtaj 2 euro gjynës, që janë qëta sot, që ato, unë e fletërajsha, shesha ku blej, unë s'ka blej kërkosh, një por patika. E sot Sicili ka 70 euro një por puma. Anis që jam kondra, shëqë që ka orda e ku. Bile kërkosh nuk u të jekë ditë sëtit. Mirë po, i kësha apelu që mos t'i kesh përdori që të sana, se janë t'i kesh përdori një shumë. Që ato të mirat janë t'i kesh përdori. E në të nëllën pak, ku jemi konë e ku jemi sot. Se na kemi dollë pi luftës, nas mujë më bo Amerikan. Na te i gjesha më limi konë shkel për armikot, e kemi pas në fët armikon, e sot jemi liru, e kemi bo shtetin tunë, sot bilet kemi të knaqët, po të nëllëmi pak të kujtojmë ka dalë se gjek ku kemë sot ku jemi. E që ato të mira që i kemi arritë sot, mos t'i kesh përdormi, se pi kesh përdormi shumë. Që të apele unë s'kisha të sanë me shtu,